Por, për sa kohë kemi atë mallkimin e komunizmit dhe të historisë tonë, akoma vërdall, si hije e zezë që sjell vërdall një tuf qorrash, e kemi dhe këtë taksirat, s'kemi ç'a bëjmë. Nuk e zgjedhim ne në demokraci kundërshtarin, e zgjedhin të tjerë. S'ka problem. Do vazhdojmë përpara dhe ne do t'i bëjmë gjërat që kemi për të bërë. Nuk diskutohet. Të gjitha. Edhe Shqipëria nuk kthehet më mbrapa, Shqipëria do shkojë aty ku është destinuar të shkojë dhe do të çojmë ne. Nuk diskutohet. Bashkë me gjithë demokratët që e gjejnë rrugën. Rrugën që duhet ja u hapim ne. Kështu që kemi shumë demokratë që kanë ardhur me ne. Drejtuesja e Agjencisë Kombëtare të Rinisë ka qenë një nga udhëheqësit e Rinisë Partisë Demokratike. Edhe sot thot ku pas kam qenë. Pse ku pas kam qenë? Për asgjë tjetër përveç se për faktin që shikon që është mes njerëzish. Është mes njerëzish që kanë të mirat, kanë të mëdha të tyre, po mes njerëzish. Jo mes qorrash, ushtarësh qorra. Ka ndonjë tjetër në një merak pa thënë, po jep